Atentatorët e 45 vjeçarit nga Karbunara e Lushnjës ende nuk janë gjetur, ndërsa policia ka sekuestruar kamerat e disa bizneseve, të cilat kanë arritur të fokusojnë momentin e gjuajtjes me armë. Sipas policisë, 2 persona kanë dalë nga automjeti, të cilin e kishin parkuar në kthesën e rrugës Mistomame. Ata ishin me maska të zeza në fytyrë dhe kapele. Sapo kanë parë makinën BMW të zezë të 45 vjeçarit që hyri në këtë rrugë, ata kanë zbritur nga automjeti dhe kanë gjuajtur, njëri me Kalashnikov dhe tjetri me pistolet. Dalja e tyre ka qenë me vonesë pasi automjeti i shenjestës ka kaluar me shpejtësi. Me sa duket 45 vjeçari i ka parë atentatorët e tij dhe i ka dhënë shpejtësi makinës duke i shpëtuar mrekullisht plumbave. Atentati zgjati vetëm 10 sekonda, ndërsa 6 plumba prekën automjetin e 45 vjeçarit, ndërsa njëri prej plumbave e ka fshikur atë në këmbë. Pas këtij autorët kanë djegur automjetin së bashku me armët në fshatin Lifaj, ndërsa 45 vjeçari fillimisht shkoi në lokalin e tij në Karbunar e më pas në shtëpi. Ka qëndruar disa minuta e më pas ka shkuar të mjekonte këmbën në spital. Deri më tani, policia zyrtarisht ka shoqëruar dhe ka marrë në pyetje 18 persona në lidhje me atentatin, por edhe të afërm të 45 vjeçarit. Pistat ku po hetohet janë disa, duke nisur nga e kaluara e 45 vjeçarit në vitin 1997 deri më sot, si lidhjet e tij me trafikun e narkotikëve dhe bizneset. 45 vjeçari rezulton një person i cili prej 2 vitesh lëvizte lirshëm në Lushnjë, madje edhe në këmbë. Mjetet që ai përdorte ishin herë të blinduara dhe herë jo. Ai është i person i njohur për policinë pasi është ndaluar për armbajtje pa leje, si dhe kundërshtim të punonjësve të policisë.